Shtrica, Lindre, Shtrima. Kallzoj me konje me gisht. Kallzoj me konje me gisht. Mama hash. Urime të gjithë pavarësia e shtetit tonë Kosovës, sot veç se këshina veç, unë jam pak ma i thellë, jam unë e kuqezi, Lonza ka veç një pjesë të kartët ti, dzez, të këshiponja. Këtu i kena marrë një paket qadra i kena marrë se, për shembull këti i vinë 2. Ty të vinë 2 qadra, një për gjysën e parë, një për gjysën tjetër. A Lonzën e mlon këtë një? Sot kemi ardhë që me po parakalimin e ushtrisë tonë, protestën që po bëhet për personat që po morën padrejtësisht në Hagë, ta mos parasysh çka qyqe tek, ata janë të vendit tonë edhe për sa i përket me atë shtetin tjetër, i cili është shteti armik i joni, kush do mu paskon, na do mu kon aty për to. Una, na që shtu e kena, s'ka as kompleks, as për gjë. Në mbështetje tekstore për qëllimin e përmbukshjes së misionit të saj të specializuar për shpëtim, definit për jetë të rrezikshme, gjenjo dhe qendrën ndërkombëtare të trajnimit për kërkim shpëtim drejt. Parakalojnë 3 kuadrate të komandës së forcave turkësore të regjimentit të parë, të trajnuar dhe përgatitur me standarde të integritetit dhe sovranitetit të Republikës Kosovës. Në vazhdim parakalojnë 3 kuadrate të regjimentit të 2 të forcave turkësore, të validuar me standarde më të larta të integritetit të Republikës Kosovës. Njësimi e përgatitur dhe trajnuar për të kryer misione komplekse jo konvencionale me precizitet të lartë. Kosovës e
trajnuar dhe përgatitur për pishke ceremoniale dhe akomotorin skuadrë policisë. Është përgjithse për të ofruar mbështetje tek njësitë plena të drejtësisht që të lidhen me kufirin shtetëror të Republikës Kosovës. Njësia speciale operative, trupra e elite e policisë shtetërore të Kosovës. Drejtoria përmbroj delegacionet e huaja që vizitojnë në shmatimet, pare drejtorie kështon ekipi taktik kundër shërbimit policisë Kosovës. Për njohura si fit është organizuar dhe trajnuar për operacione speciale si antiterrorizëm, lirim të pranxheve në rast. Njësia klënau dhe njësia për rredimin dhe menaxhimin e eksplozivit. E përgatitur për hetimin ndërkohore e forcës sigurisë Kosovës dhe trupave Apo minim dhe gishta? Ha? Akëll. Amo drejtësi, jo politik. Në anal as shivi, as breshen, as bosht. Bravo! Qedora! Oj, Jones! Po, më kreve në beshte. Shuve, unë e kështë më folë të shka të mirë, për të mirën e vendit tonë, ha, Jones? Miq, tash më vetë se na përfundum pjesën e tubimit, qysh po duket në për rrjetet sociale, po thuhet që asnjëherë më çështën nuk është mbajt. Edhe tash veç se jemi kena artalju e madh pak me pushu, pak jonë fundzese, e pi diçka me na pushu kong, se jena pe mëngjesit, na jena tri, shpëdhon ketë, edhe nuk është që i kemi përjetu do sene që gjënatat ma djetra i kam përjetu. Tash po kom qef me moni mesazh për i dikujna që ka qenë aktivist për moshësh 17 vjeçare, për një moshë shumë të re, edhe na të vetën u mënu me dhonë një kontribut shumë të madh për sa e përket gjitha korave dhe ta tjetë dhe sodit, me na të regu çka është puna, edhe pse është arsyeja kryesore që është dashur me dalë sot. Që ky person është prindje. Të është audienca këtë na këshyrin njerëz që neve na dojnë, na këshyrin kësi tregtar që na e bojnë me këshyr. Ka është një arsye pse sot kush ka pas pak mundësi, a bor, a shia ne këne, është dashur me dalë në protest, edhe pse me kumtu përjetojnë e pavarësisë e kështu me. Po sot është dashur me dalë me tregu krejt botës se gjykata është e padrejtë. Ata njerëz janë njerëz tanë, janë padrejtësisht mbajtën peng janë aty. Askush nuk ka mujt, s'mon edhe s'ka me mujt me rishkru historinë e UÇK-s. UÇK-ja ka qenë nashtë edhe do t'jetë ajri edhe frymëzimi i Kosovës. Shata shtojna ma shumë, po mdohet e prish një alonës. Po në mënyrë duni më tregu edhe pasazët ju këta fjalë që i thash. Janë fjalë të mia, po janë fjalë të popullit të Kosovës. Shëndetje. Ju bëni me thonë tash për çfarë arsye pak je. Për çfarë arsye kjo mimika e fytyrës tame është shumë e lumtur. Po arsye më të mirë, më të madhe, më të bukur nuk e di a kisha mujt me e dhonë, pos me thonë që është fillimi i mujit shajt të Ramazanit. Edhe stashëm të shku mi falë teravijat e para.
Faleminderit Zotit që na mundsoi prap me fillu me hyn këtë muj të shenjtë, faljes të mëshirës, këtë muj që na vjen veç një herë në vjet, edhe kur nuk e dim a zojmë ajo. Edhe tash jam të shku te xhamia mi fol taravit e para dhe është një emocion. Është një emocion shlirus nëse mu shprej shumë gjuhën shqiptar që nashta shtem që ne pak ma mirë. Është një emocion shumë i mirë se njeri ka nevojë. Njerëzit me shumë sene po përballen në jetë për ditë. Jo njëherë një javë, e në mujt, e në vit, po për ditë. E njeri vjen një kohë që e kupton që si vetëm pa një mbështetje që shto shpirtnore që mund me gjenë veç këto, nuk mundet. Po, inshallah, do Zoti, kush e kupton ma herët, ja qëtë ma mirë. Na vesina të shku. Mashallah. Mashallah. Mirë se erdhe Ramazan. Ajo qika Zot. Faleminderit për këtë ndjesi. Shumë urime edhe njëherë ky muj i shejt, do Zoti. Hynin këtë muj, qysh do që hyni, po dilni ma të pastër se loti inshallah. Po se do një harmoni familjare, shoqnore, sociale edhe e përjetoni kënaqësinë që duhet me përjetu në këtë muj të shejt, se për gjithë shka ndodh një arsye edhe këto është një arsye e veçantë që Zoti na e kalon njeve. Na jemi që çdo veç në këtë muj, edhe e vren me njëherë. Gzema! Antarët e IPU-s tashmë janë duke marrë testimin e tretë të fazës të mentorimit, edhe kjo është një prej testimeve që është me të vërtet me rëndësi, sepse kemi viju me pjesën e parë të kuptimit, mas ne me kohën e tash pjesa e aplikimit e strategjisë e kështu me radhë. Tani më vetë se jemi duke i mbajt në testim dhe duke i vëzhgu. Teknologjia jo ne mundson që me pa kush çka qysh e tek, jo tash më vetë se e dini, po ky test bëhet për ta. Na i njohmi, na e dim edhe deri sot nuk na kanë zhgënjur diçka që është tepër shumë i mirë. Sot ditë e gjumë. Jena të e prisë së fyren. Qysh? Për ndryshe, pas pak, do me thonë, ju të regoj pak që ka ndodhë sot dhe që ka ndodhë kështu me grupin e mesane, që ke parashiku, që shka dolla ne i kne, edhe i shofni rezultatet. O, zoti ma, po me mdhonë snajp, mund si kur i di shka. Shomën e për ngatë, s'ki, ti mu ngatë se në më afrohesh heq, me në qëroj biljargit edhe u krye male. Të part jena aty, këtu, ke. A për kryjnë atë janë, se ora 3:39. Ej, natën e mira, Shemi kisme. Hajde tash t'ju kallëzoj senet e tjera. Dita e sotme, nëse pi bjen djetash, pasi që është bo mëngjes, po dita e sotme. Ora 3, e u mundët me bo llojin e ditës edhe ndoshta të javës 17:473, në ora 3, 4 hour candle është hap. Live market, si gjithmonë, edhe shikoj, këto që e kom bo këtë vijen cak, 17:473. Edhe nëse shkoj ma vonë, kur e kom bo dje 11 natës, që mund do këtë si sot, po normal është dje, që ja, live market, 17:473, low i ditës është bo, valid, shumë ka gjos me qenë edhe low i javës. Ndryshe na këto e këna zonë komplet, që kjo është muj i ri,
që të nalt, që të poshtë. Që të poshtë e ka zonë antartë, unë e kom hi në fundit, mu ka bo break even, se kom menu që më nuk më bo W reaction e shtë më radh. Po ka për antarëve që në tregtit fituse, shërën e break even, që e kom pas, një, edhe këtë tjetri, apëshe që bashkë funit është kjo, menua mos po e bën edhe një herë dhe me vazhdu, pra të arsye kum shku shumë më herët, po është diçka që jam në rregull me to, ndërsa nëse shkojmë te tregtit fituse që ka antar që e kanë bo, qërë edhe tjetër kush, NGU, Law of the Day, që kjo tjetra, GBP, JPY, Law of the Day, e kështu me radhë. Pjesa e certifikatave, pjesari që a ditë e ka kalu fazën e partë, tashme e ka kalu dhe dytën edhe është funded next, dhe do me thonë e ka dërgu këtu, ndërsa po ashtu kemi edhe certifikante tjetër, 200.000 akont, 5 që është bërë prej një antari tjetër. Kjo ka ndodhë sot, kjo ka ndodhë me 18-in, para 2 dite, që pi bjen dje, po nejse ta shëndru data, se është ora 3 natës, unë vyta të e për me. Po ashtu, ronin e kemi që është pjesa parë, Leonardin, funded, edhe kë funded do më thonë trading e parë që ka bo qëre, është bo funded, edhe tjerat që ka kalua fazën e dytë. Pse? Njoni për personat që është bo funded që ta shokmi është kur na e kema bo një tregtim. Kominu që është retracement njerë për njerë, po normal ka qenë total reversal dhe kom zonë pjesën high edhe day, një skallë të vogël, edhe qëre, në onën e poshtme, dërsa po i njëjti person e ka bo, apshe, një me 4.5, edhe me që to është bo funded, krejt live. Më thot, Kate Live ke prom me dëshmime të nëtë përshin rezultatit. Kjo është përsa e përket kësaj dite, përsa e përket këti vlogi, po e mbojmë kështu, është e gjumon, dita e prente, dit e mirë, dit e bukur, edhe dita më mirë e javës. Me sot, nesër nuk e di, nuk pretendoj me pas tregtim, ka mundësi që e kënë kryket javën, edhe me këto po e përmbyllim po ashtu edhe vlogin e radhës. Se u bënë ndrita si polis këtu, mos harroni me na ndjek, me bo subscribe, me na ndjek në TikTok, ku e kena pjesën e përditshmërisë më shumti, përveç asaj në rrjetet tona sociale, Instagram, e gjitha tjerat. Mund me na kontaktu në numrin tonë WhatsApp +383 437 977, nëse dëshironi gjithsesi, plus vizitoni website-in tonë impossiblelsfx.com. Ju përshëndes, do Zoti jeni mirë, me shëndet, me familje, këtë Ramazan jepni më të mirën prej vetës, luteni edhe lypni Zotit. Mas pari falje, tanauzim, shëndet e kështu me radhë. Pse se veç Zoti është që jep. S'ka tjetër. Aja është edhe që merr, po edhe që jep. Kaloni mirë, shihemi në videon e radhës.